ku bashkëshortja e tij Aisha radhiyallahu anha e dëgjon dhe thot: "O i dërguari i Zotit, pse ti e lut Zotin kur në fakt Zoti ti ka falur gjunahet e shkuara dhe të ardhme, ndërsa ti vazhdon përsëri ta lutesh Zotin në këtë lloj forme: O Zot, më fal gjunahet e shkuara dhe të ardhme." Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam do t'japi një përgjigje të mrekullueshme, e cila e gëzon zemrën e besimtarit, e cila e shton dashurinë për profetin alayhis salam në zemrën e besimtarit dhe tha i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "O Aisha, kjo është një dua të cilën unë e bëj çdo ditë për ummetin tim." Është një dua që unë e bëj çdo ditë për besimtarët e ummetit tim. Pra, një besimtar musliman meriton pra edhe këtë dua të profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai është lutur për mua, është lutur për ty, për çdo njeri, që o Zot falja besimtarit gjunahet e shkuara dhe gjunahet e së ardhmes. Dhe kjo dua është një dua e cila duhet të jetë praktike përditshme e besimtarit musliman. Që në fakt në këtë duan është ajo që tham, që bën pendim për të shkuarën dhe synon afrimitetin me Allahun e Lartësuar në të ardhmen, dhe duke afruar me Zotin, pa diskutim që ai do të jetë i kënaqur me ty dhe kënaqësia e Zotit nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetet e tij të larta.